Mirëmëngjes gjithëve. Sot bëjmë këtë prezantim të ekipit të kandidatëve të qarkut Vlorës për zgjedhjet e 11 majit. Dua të them që në fillim që kemi bërë një listë gjithë përfaqësuese, edhe besoj se karakteristikat më të mira të kësaj liste janë sepse e para kjo nuk është listë thjesht partie, po është listë e gjithë shoqërisë vlonjade. Dhe e dyta, ky është një ekip që nuk përfaqëson thjesht zona, por karaktere dhe histori që flasin për shoqërinë që jemi dhe mbi të gjitha për atë që duam ne të jemi në të ardhmen. E treta, kjo është një listë me një qëllim që ne tashmë e kemi vënë vetes, edhe koha ka ardhur, ndoshta ka kaluar sipas kryeministrit, që të hapim Partinë Socialiste, të hapim politikën, të hapim derën për gjithë ata që duan të kontribuojnë për të ardhmen, dhe në fund të gjithë së bashku të hapim atë derën e madhe drejt Bashkimit Evropian. Kështu që besoj që kjo listë i përmban të gjitha këto karakteristike. Unë nuk do të humb kohë, dua të filloj prezantimin për gjithë secilin nga ju. Rendi nuk ka ndonjë qëllim të caktuar, është rastësor, kështu që besoj mos kemi asnjë keq kuptim për ata që na dëgjojnë, sepse e di që këtu nuk ka asnjë keq kuptim të kësaj natyre. Po e filloj me Piron, Piro Vëngu. Piro është një nga ata njerëz që kur e dëgjon të flas, e kupton menjëherë që ka lexuar shumë, por edhe ka bërë shumë. I arsimuar në Francë me diplomë në histori, filozofi e marrëdhënie ndërkombëtare, por kujdes, mos kujtoni se vjen thjesht me libra në sqetull. Piro ka drejtuar në mënyrë të shkëlqyer portin e Durrësit, ka kontribuar në diplomacinë shqiptare në nivelet më të larta dhe sot është ministër i mbrojtjes. Pra nuk është thjesht diplomat, por është dhe një ushtar i punës. Ardit Bido. Arditi është drejtori i arkivave të shtetit, studius, pedagog, autor, aktivist, e kush më shumë, e kush më pak. Por mbi të gjitha, një zë publik që nuk është fshehur kur ku ka pasur padrejtësi. Ka folur hapur për çështjet e Bregdetit, pronave, çamërisë, minoritetit, reformën territoriale, e i ka folur me mend kokë, jo me tamtame. Pra një kandidat që s'ka nevojë të bëjë zhurmë për të dëgjuar, sepse ka peshë në atë që thotë. Vullnet Sinaj. Vullneti, tash po ti je vlonjat edhe nuk ke bërë pazar Big Market, ke jetu në një planet tjetër dhe jo në Vlorë. Është nga ata që e ka nisur nga zero dhe e ka rritur një nga rrjetet më të mëdha të tregtisë në Shqipëri dhe kur nuk është shkëputur nga Vlora. Vjen në këtë listë si përfaqësues i sipërmarrjes, i atyre që ka krijuar punë, jo thjesht që ka punuar për vete. Një burr me këmbë në tokë, që e njeh ekonominë reale dhe që në parlament, ashtu siç ka bërë deri më sot në mënyrë të shkëlqyer, do të përfaqësojë zërin atyre që punojnë, prodhojnë dhe kontribuojnë pa bërë zhurmë. Doktor Vaso Llajo, mirë se erdhe Vaso, një emër i respektuar në mjekësinë shqiptare dhe pioner i diagnostikës laboratorike. Ka shkëlqyer në çdo gjë që ka bërë në jetë, me një përvojë që e lidh si me zonat e thella të jugut, ashtu edhe me spitalet më të avancuara të Greqisë. Doktor Llajo është mishërim i përkushtimit dhe i humanizmit. Ai e njeh jo vetëm sistemin shëndetësor, por dhe nevojën për të bërë atë që duhet më afër qytetarëve. Bruna Mersini, drejtuese e Spitalit Rajonar të Vlorës, pedagoge dhe ginekologe.
një figurë e fuqishme në sistemin shëndetësor që ka kontribuar konkretisht në rritjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor në qark. Ajo përfaqëson gratë dhe nga ato gra që nuk ka nevojë t'ja lejnë edhe t'ja gjejnë hapësirën, sepse e gjen vetë këtë hapësirë në çdo gjë që bën. Klevis Kaso, si përmarrës dhe drejtues vendor, ish kapiten i ekipit kombëtar, ish kapiten i ekipit flamurtar dhe pjesë lojtar i kombëtarës shqiptare të basketbollit. Themelus i një prej bizneseve më të suksesshme në fushën e tregtisë dhe aktualisht nënkryetari i Bashkisë Vlorë. Klevisi sjell këtë listë energjinë e brezit të ri që ka punuar, ka ndërtuar dhe ka udhëhequr me rezultate konkrete. Një profil i lidhur fort me qytetin dhe me kapacitet për të përfaqësuar me dinjitet çdo qytetar aktiv të Vlorës. Ina Mato, aktiviste, gazetare, studiuese, e lindur në Delvin dhe rritur me ndjeshmëri të thellë sociale. Me formim të fortë në shkencat mjedisore dhe eksperiencë në media, Ina ka qenë zëri i komuniteteve të marginalizuara dhe promotore e drejtësisë sociale dhe mjedisore. Ajo përfaqëson politikën që vjen nga terreni, nga përballja me realitetin, shpeshherë e ashpër, jo nga sistemet mbyllura, dhe sjell me vetë një kaos që e ka jetuar dhe jo thjesht e ka artikuluar. Zamira Sinaj, në Universitetin e Vlorës, Zamira është më shumë se dekan e ekonomikut. Është një nga figurat më të respektuara në fushën akademike në Vlorë. Ka qenë auditore, konsulente, eksperte politika publike dhe zhvillimit vendor. Një profil që nuk ka ardhur për të bërë eksperiencë në politik, por për të sjellë përvojën e vërtet në parlament. Gjergj Mërkuri, Gjergji një mësues dhe drejtues i strukturave të Partisë Socialiste në Sarandë, me dekada në arsim dhe në angazhim politik, që ka qenë gjithmonë në kontakt të drejt për drejt me qytetarët, edhe në fushat, edhe në jetë. Me përvojë, me integritet dhe me ndjeshmëri sociale, ai sjell dhe do të sjell zërin e arsimtarit dhe qytetarit të angazhuar në këtë fushat. Elvis Allushi. Elvisi ka qenë për shumë vite pjesë e jetës publike dhe institucionale të Vlorës. Pedagog në Universitetin e Vlorës për rreth 20 vite, drejtore e sektori në shëndetësinë publike dhe me disa mandate si antare dhe më pas kryetare e Këshillit Bashkiak. Një profil i qëndrueshëm, i formuar dhe me përvojë reale. Nuk është tip që flet për politik në teori, e ka bërë në praktik çdo ditë me qytetarët, me vendimet, me përgjegjësitë që ka marrë. E ka dëshmuar veten dhe është gati ta përfaqësojë qytetin në të njëjtin standard. Eriona Ismaili. Eriona ka mbi një dekadë përvojë në administratën e qeverisë vendore dhe në projektet me organizata ndërkombëtare që ndihmojnë pushtetin vendor të funksionojë sa më mirë. Ka qenë disa herë antare e Këshillit Bashkiak dhe ka qenë gjithmonë e përfshirë në procese kur kërkohet njohja e sistemit, seriozitet dhe besim nga komuniteti. E njeh qytetin dhe sfidat e tij jo si spektatore, po si pjesë e punës përditshme për të ndërtuar institucione që funksionojnë. Shpeshherë shumë kritike me to. Eriona është një nxjerrje besueshëm i grave profesioniste që nuk e bëjnë politikën për të dalë pa, por për ta çuar punën përpara. Briseda Çakëri është rritur brenda Partisë Socialiste. Ka lindur me Partinë Socialiste, por nuk ka mbetur kurrë e kufizuar brenda saj. Pedagogë në Universitetin e Vlorës dhe doktorante në fushën e financës me 2 mandate në Këshillin Bashkiak dhe një angazhim të vazhdueshëm në jetën politike dhe qytetare të qytetit. Ka fituar besim, respekt dhe peshë politike me punë të përditshme, jo me role edhe dekorata. Përfaqëson një brez të ri që kërkon të dëgjohet, jo për mod, por sepse ka bërë çka thon dhe çfarë thot.
një profil i pastër dhe i formuar që përfaqëson me dinjitet vlorën e re. Besoj mbaruam tesi. Kemi gjithë po, kemi tesin, e visin e tham, tesin. Tesi është prurja më e re, tesi është nga ato objekte që ka thithur manjeti i transformimit të Vlorës edhe Shqipërisë, e cila e ka lënë Vlorën në një situatë të tmerrshme duke hikur me statusin e refugjatit të hikur nga vendi nga lufta dhe ka ardhur në Vlorën europiane në këtë mrekulli të mesdheu të transformuar tashmë, mbas 18 vitesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i bashkohet sot me freskinë që ka Partisë Socialiste dhe ekipit të kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Tesi do jetë surpriza e këtyre zgjedhjeve. Kemi Endrin, kemi Endrin. Endri është një politikan i ri me shumë ambicie për të përfshirë në jetën publike. Ka qenë një shembull shumë i mirë i drejtuesve të institucioneve qendrore në qarkun e Vlorës, në rolin e drejtorit të AKU-s, ka bërë një ndryshim fantastik në drejtimin e këtij institucioni dhe është përfaqësues i një komuniteti shumë të rëndësishëm të Vlorës, siç është komuniteti i Çam. Është një nga përfaqësuesit, do thoja unë, më të denj të këtij komuniteti dhe ajo që është karakteristikë është që në fillim ka qenë aktivist për të ndryshuar gjërat brenda jo vetëm qarkut, por edhe duke angazhuar në lëvizje shumë të hershme rinore që ka pasur Shqipëria dhe tashmë vjen për të bërë këto ndryshime nga vetë brenda sistemit. Dhe së fundi, besoj ka njerëz që nuk kanë nevojë për prezantim. Dhe Damian Gjiknuri është pa diskutim një nga ata. Figura e Damianit lidhet me shumë momente të rëndësishme vendimtare të Partisë Socialiste, me një kontribut jashtëzakonshëm jo vetëm parti, po edhe në reformat transformuese të Shqipërisë pas vitit 2013, kur Partia Socialiste mori përsipër ta ndryshojë Shqipërinë. Ka qenë negociator i vazhdueshëm për reformat zgjedhore të zhvilluara në Shqipëri dhe ideator, ekzekutor i projekteve që kanë ndryshuar rrësisht infrastrukturën e vendit. Për qarkun e Vlorës, sigurisht, Damiani është më shumë se sa thjesht një përfaqësues politik. Ky ishte ekipi i Vlorës, besoj se është një mozaik shumë i denjë për të vazhduar këtë rrugtim që kemi nisur, por sidomos për të arritur në atë destinacion, siç kemi thënë që brenda këtij 4 vjeçari të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Shumë faleminderit Bledi për këtë prezantim shterrues për sa i përket gjithë individëve që e përbëjnë të skuadër, por unë besoj që përtej çdo individin vetvete, kjo skuadër ka një cilësi që nuk e ka pasur asnjëherë më parë një skuadër e qarkut Vlorës, dhe besoj që është një cilësi që e reflektojnë edhe skuadrat e qarqeve të tjera, po këtu në Vlorë në mënyrë specifike besoj që ka një harmonizim të shkëlqyer midis ambicjes son, qëllimeve tona dhe shoqërisë së përbërë nga komunitete, prejardhje dhe patjetër edhe opinione jo gjithmonë të njëjta. Dhe unë besoj që ne me këtë skuadër i japim qarkut Vlorës
një ofertë që nuk ja kemi dhënë më parë me këtë lloj larmie dhe me kaq shumë mundësi për të zgjedhur dhe brenda për brenda skuadrës, duke i folur faktikisht të gjithë komuniteteve dhe duke dhënë përmes këtyre individëve mesazhin e qartë që askush nuk duhet të ndihet dhe nuk mund ndihet as i papërfaqësuar, por mbi të gjitha as i pa përfillur. Dhe në këtë sens besoj që harmonizimi i karaktereve, figurave dhe sfondeve të ndryshme të prejardhjes të eksperiencës është më se i arrir, edhe këtu është me që ti fole me shkrim për gjithë ta, unë s'kam përgatit me shkrim për ty, po këtu është në radh parë merita jote, sepse në muajt që ke qëndruar që kur more drejtimin politik të Vlorës, ke bërë një qëmtim shumë të kujdesshëm të realitetit dhe ajo që është më rëndësishme ke arritur të kapërcesh barierat tradicionale që ka vendosur Partia Socialiste e Territorit këtu, duke konsideruar këtë një territor që është vetvetiu me Partinë Socialiste dhe për këtë arsye duke mbyllur faktikisht dyer dhe jo duke hapur dyer. Më vjen jashtëzakonisht mirë që në një skuadër ne kemi njëkohësisht edhe eksperiencën që patjetër përfaqësohet këtu nga Damiani, nga Vullneti, nga ti vetë, edhe risit që vinë qoftë nga nivelet më të larta të drejtimit të Partisë Socialiste, kam parasysh Piron këtu, por edhe nga vetë komuniteti që përfaqësohet këtu me socialistet 24 karat, Brunën, Brisidën, Evisin, dhe nga disa vajza dhe gra që vinë qoftë nga ajo pjesë e shoqërisë që e mbështet po jo së mbyllur Partinë Socialiste, si që është Eriona, madje me sytë më hapur si sa që duhet, i ka dhe të bardhë si Dylbi Pirati, edhe si që është Ina, ose si që është Tesi, qoftë edhe nga, me gjithë Tesi, përgjithsisht është më risi në sensin e ardhjes nga një territor, jo vetëm fizikisht i ndarë prej shumë vitesh nga Shqipëria dhe nga Vlora, si rezultati ikjes edhe i studimeve në Shtetet Bashkuara prej shumë vitesh, por edhe i ndarë me shumë skepticizëm, me shumë paragjykime për Shqipërinë, dhe Zamira që përfaqëson më në fund, ashtu siç duhet, komunitetin e botës universitare të Vlorës, por nga ana tjetër edhe dikë që faktikisht në angazhimin e vet politik e ka parë Partinë Socialiste si një forcë për të kritikuar, për të kundërshtuar dhe në një periudhë kohore ka qenë më shumë e rreshtuar në anën tjetër të kampit politik. Gjë që është vërtet shumë pozitive për ne. Edhe është një mesazh që ne duhet ta përpunojmë dhe duhet ta thellojmë për t'ju thënë edhe atyre që vinë nga prirje të ndryshme prej tonave fillimisht që ne jemi një hapësirë ku ka vend për gjithë, edhe
Partia Socialiste nuk është një qëllim në vetvete i atyre që janë brenda saj, por është një mjet i atyre që janë brenda dhe atyre që mund ta përdorin këtë mjet për qëllimet e përbashkëta me tonat që janë qëllimet e mëdha që ne ndajmë. Dhe këtu ne ndajmë dy qëllime të mëdha faktikisht. Ne ndajmë qëllimin e madh që në këtë moment në histori ta shtym deri në fund procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, ta bëjmë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian, dhe ndaj qëllimin e madh që të rrisim më tej cilësinë e jetës dhe të rrisim më tej atraksionin e ofertës që ka Vlora, që ka Saranda, që ka Delvina, që ka Konispoli, që ka Finiqi, që ka Selenica, për t'i dhënë një fuqi të shtuar vazhdimisht komuniteteve, ekonomisë vendore, jetës sociale dhe kështu me radhë. Kështu që shumë besoj që këtë herë ne do të marrim një rezultat edhe më të mirë, do të dalim përtej atij volumit me cilin jemi mësuar të mbështetjes dhe të votave, dhe do t'ju japim mundësinë shumë qytetarëve që deri dje kanë qenë simpatizant të punës që ne mund të kemi bërë në nivelin qendror për Vlorën apo në nivelin vendor, por kanë qenë të ftohtë kur ka ardhur puna e zgjedhjeve për shkak të mos përmbushjes së kërkesës tyre për ata që e përfaqësojnë Vlorën këtu. Dhe për hir të vërtetës duhet ta them dhe dua ta them që ta dëgjojnë gjithë që fakti që në të gjithë skuadrën e zgjedhjeve 11 majit ne kemi vetëm një deputet i cili është aktualisht deputet, që është Vullneti. Kjo është e para sepse Vullneti nuk është një deputet si gjithë tjerët për hir të vërtetës, por është një nga ata deputet që unë do të uroja shumë që të ishin jo një pjesë për të dalluar dhe për të lëvduar, po të ishin faktikisht shumica. Një deputet i lidhur me zonën, i lidhur me njerëzit, një deputet që erdhi dhe më tha që këtu mbaron misioni im kryetar, sepse besoj që kam bërë gjithçka kam mundur, por nga ana tjetër besoj që nuk e kam me ta pikë të punë dhe mbase duhet ta marrin në dorë të tjerë, dhe që faktikisht në kërkesën tonë është këtu. Por për te i Vullnetit ne na është dashur të bëjmë një ndryshim total të skuadrës. Na është dashur të bëjmë një ndryshim total të skuadrës, eksaktësisht për t'i thënë Vlorës, për t'i thënë të gjithë qarkut që ne e kuptojmë se çfarë na ka munguar ne për të bërë ju një hap më tutje dhe për të na dhënë një mbështetje siç në fakt ne duhet ta synojmë këtu në Vlorë. Kjo është e vërteta. Deputet që për te i faktit që nga pikpamja personale unë i konsideroj miq, por që nuk ka rrezatuar asgjë në raport me atë që duhet të rrezatonin këtu në Vlorë, dhe mbi të gjitha që nuk kanë krijuar dot me njerëzit dhe për njerëzit atë sinergji mes të qenit qytetar që ndajnë të njëjtën hapësirë dhe të qenit përfaqësues të tyre, duke ju gjendur pranë, duke i begenisur, duke ju qarë hallin edhe kur nuk u zgjidhin dot, e kështu me radhë, dhe për këtë më vjen keq
sinqerisht më vjen keq dhe e them për të gjithë vlonjatët këtë gjë në radhë parë, sepse këtu në çfarë ndodh në këtë qytet, edhe si sillemi ne në këtë qytet rrezaton pastaj edhe në territoret e tjera. Dhe më vjen keq po ashtu për faktin që nuk kemi dhënë një shembull ashtu siç duhet. Patjetër që nuk kam parasysh këtu Damianin sepse nuk është një deputet i zonës në kuptimin që buron si prurje e territorit thjesht, po është një deputet që është i angazhuar në Tiranë me shumë detyra, po kam parasysh përfaqësuesit e komunitetit këtu, ata që duhet të rrinë këtu dhe që duhet të gjenden këtu pranë njerëzve. Dhe duhet besoj që duke filluar nga ata që janë në listën e mbyllur, ky do të jetë rasti dhe këtu kam parasysh qoftë Erionën, qoftë Zamirën, që duhet besoj që do të jenë pika referimi këtu në qytet për njerëzit, edhe do të jenë gjithashtu edhe dy shtriga të këmbgulse për të nxitur hapjen e Partisë Socialiste. Duhet besoj nga ana tjetër që qoftë Bruna, qoftë Brisida, qoftë Evisi që janë pjesë e pandashme e Partisë Socialiste për shumë kohësh, edhe që në pozicione ndryshme kanë bërë atë që kanë mundur, do të jenë po ashtu bashkë me Zamirën dhe me Erionën, front i grave të Vlorës dhe i vajzave të Vlorës në këtë përpjekje, pavarësisht se a do të jenë apo s'do të jenë në kuvendin e Shqipërisë. Duhet besoj po ashtu që Tesi do të gjejë gjitha arsyet edhe mbas këtij momenti entuziazmi edhe pasioni për të bashkuar me Partinë Socialiste, që të vazhdoj edhe mbrapa të jetë pjesë e këtij fronti, dhe patjetër duhet besoj që Ina po ashtu që ja kam thënë edhe kur u takuam herën e parë në podcast, që pavarësisht si do të jetë rezultati, do të marrë një detyrë me siguri për ta përfaqësuar qarkun, për të përfaqësuar komunitetin rom në nivelet e qeverisjes. Në rast se nuk shkon në parlament, kuptohet, do të jetë pjesë e këtij fronti, dhe duhet besoj që edhe djemt këtu që janë sidomos dy djemt që kemi këtu nga Vlora, do të na ndihmojnë për ta reformuar realisht dhe për ta transformuar Partinë Socialiste në një hapësirë ku absolutisht askush nuk duhet të ndjehet sikur nuk ka vend për të, dhe nga ana tjetër për t'i dhënë të tjerëve që nuk shkojnë deri në pikën që të bashkohen me ne, respektin që meritojnë. Dje Zamira më ka bërë një surprizë që besoj është një nga momentet më të veçanta të gjithë karrierës time politike. Më ka ftuar dhe ulur në Tryezë me rreth 100 vajza dhe djemë të forumit rinor të Partisë Demokratike, dhe sinqerisht përtej të gjitha të tjerave që nuk është këtu momenti dhe rasti për t'i thënë, por një ndjesi faj ndaj tyre nuk më shëndarë dhe nuk ndahet edhe tani që po flas. Ndjesia e fajit për faktin që ata, pavarësisht se janë të rinj të angazhuar në një forcë tjetër politike, pavarësisht se çka kemi ne me atë forcë politike, pavarësisht se forcë politike në Tiranë ka një fytyrë, më saktë një surrat komplet pa lidhje me fytyrat e këtyre vajzave dhe djemve këtu, më kanë vënë pozitë vështirë kur më shprehnin se si sillen përfaqësuesit e Partisë Socialiste me ata që
nuk i konsiderojnë pjesë të të njëjtës anë. Këto janë gjëra që realisht janë minimumi etik për një forcë politike si e jona dhe unë dua që së bashku ne të jemi në një mendje që mbas 11 majit duhet vendosim tolerancën zero ndaj kujdo përfaqësuesi të Partisë Socialiste në çdo nivel që nuk i jep respekt dhe që nuk i trajton në mënyrë të drejtë dhe barabartë të gjithë antarët e këtij komuniteti. Aq më tepër për shkak të rreshtimit në një forcë tjetër politike. U zgjata me këtë pjesë atipike për këto prezantime, pikërisht sepse unë jam shumë i lidhur me Vlorën, sepse jam apo si jam në listën e Vlorës, unë jam deputet i Vlorës, dhe deri në fund, deri kur të mbyll syt Vlora për mua do të jetë ajo që ka qenë kur kam mësuar notin, një vend ëndrash edhe një vend ku fuqia e ëndrave duhet të jetë ajo që i çon përpara njerëzit dhe një vend i bekuar si gjithë Shqipëria, por me veçoritë e veta nga Zoti, për të bërë vendi ku s'ka asnjë arsye që kush jeton këtu të mos jetë realisht jo vetëm krenar, po edhe i kënaqur me mundësitë që i jep ky vend. Prandaj u zgjata pak sepse e ndjej shumë thellë këtë borxhin që i kemi në mënyrë të vazhdueshme dhe që e akumulojmë në mënyrë të vazhdueshme në nivelin vendor, në nivelin e partisë, duke flas për bashkinë këtu në këtë rast, në nivelin e përfaqësuesve politik ndaj njerëzve, dhe kjo gjë bën që dhe performanca e Bashkisë Vlorës të mos jetë në maksimum, sepse në vend se ta mbështesin deri në fund, i vënë edhe strekëmsha edhe vetë bashkisë. Tani të kalojmë tek ajo që është më e rëndësishmja dhe që na ka dhënë ne edhe frymëzimin për të ndërtuar këtë skuadër në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Një skuadër të re, një skuadër me karakteristika që nuk i ka pasur më parë, një skuadër që përtej ngjyrës, përtej asaj tërësisë së vlerave dhe të parimeve nga një pamja politike që na bashkon, ka hapur një derë edhe për të tjerë që mund t'i kenë ngjyrat pak më ndryshe ose shumë më ndryshe, por që përtej ngjyrës besojnë në të njëjtën gjë që besojmë ne dhe janë këtu me ne për të qenë ne së bashku, shqiptarë dhe shqiptare të bashkuar siç duhet të jenë në të gjitha nivelet për të realizuar një ëndër shekullore. Ëndrën shekullore të qenit njerëz të lirë, një herë mirë dhe të jetuarit në një vend ku liria individuale dhe liria e zgjedhjes së njerëzve nuk vihet më rrezik. Nëse dikush mendon që liria individuale në Shqipëri është një herë mirë e siguruar dhe nuk mund të kërcënohet nga askush dhe nga asgjë, ka gabim. Liria individuale në Shqipëri mund të garantohet një herë mirë dhe të mos kërcënohet nga askush dhe nga asgjë, vetëm nëse Shqipëria hyn në familjen europiane dhe në qoftë se ky popull bashkohet me të gjithë popujt e tjerë të Bashkimit Evropian në ombrellën e Bashkimit Evropian, ku bëhet e pamundur për çdo qoftë që udhëheq këtu që të devijojë rrugën e popullit shqiptar duke cënuar dhe kërcënuar lirinë individuale. E nëse për lirinë individuale kjo është kështu, imagjinoni tani çfarë është kjo për barazin para ligjit. Barazia para ligjit që për herë të parë në historinë tonë
Dhe këtë e them dhe duhet a themi të gjithë me zë të lartë, në krenari. Nuk mund të kompleksohemi ne nga disa ignorant, nga disa burime diabolizmi në politikën dhe në median shqiptare që çfarë po ndodh me luftën kundër korrupsionit të na e kthejnë ne si arsye që ne të ndjehemi fajtor. Përkundrazi, unë jam krenar dhe duhet jemi krenar për atë që po ndodh, si një lëvizje tektonike në themelet e shtetit shqiptar. Përtej të gjitha boshllëqeve të metave dhe përtej edhe lajthitjeve që mund të ketë në procesin e zhvillimit të kësaj lufte nga ana e institucioneve të reja drejtësisë. Ne kemi institucione të reja drejtësisë dhe ne kemi institucione të reja drejtësisë që po luftojnë për të vendosur barazin para ligjit dhe kjo është panorama e përgjithshme. Duke qenë se ne jemi shumë afër zjarrit dhe duke qenë se politika ka atë oxhakun e vet me zjarr që të gjithë janë pranë edhe ndjehet shumë afër ajo që ndodh çdo ditë në të gjitha nivelet për çdo gjë, dhe duke qenë se kjo është koha që ne jetojmë, e kemi të vështirë të distancohemi dhe ta shohim këtë gjë pak më ftohtë, po ju siguroj që kur kjo periudhë të shikohet si pjesë e një historie shqiptare të shtetit, do të shikohet qartësisht, shumë qartësisht, që ishte momenti, është momenti kur u hodh themeli i një ngrehine që nuk ka ekzistuar në Shqipëri të barazisë para ligjit. Dhe për këtë merita është e jona dhe vetëm e jona. Nuk e ka askush tjetër këtë merit dhe nuk ja i japim askujt tjetër këtë merit, pavarësisht se tjerët mund ta marrin ose mund ta marrin nga ne dhe t'ja u hedhin amerikanëve, e t'ja u hedhin europianëve, t'ja u hedhin kujt të duan. Të tërë të tjerët kanë meritën, rolin e tyre, po pa Partinë Socialiste, pa vizionin, pa kokforcin dhe pa këmbguljen dhe durimin ton, kjo nuk ndodhte. Që t'jemi shumë të qartë, nuk ndodhte. Nuk ishte shans të ndodhte. Mjafton që ne mos ta kishim këtë shtys të brendshme dhe mos ta kishim këtë vullnet, dhe nuk kishte Amerikë, nuk kishte Europë, nuk kishte shans që të vijë në lëvizje gjithë ky mekanizëm, edhe që të vinte dita që pavarësisht se ti je shumë pranë pushtetit politik ose e përfaqëson pushtetin politik në qeveri ose në opozit, një prokuror i pavarur të thras edhe të fillojë të pyes, apo që të shkosh përpara një gjykatësi të pavarur dhe të vi puna që edhe të dënohesh. Kjo është diçka që nuk ka ndodhur në historinë e shtetit shqiptar. Kjo është e vërteta. Nuk e thot dot ja Arditi është i arkivave këtu, se këta që nuk kanë haberin e historisë nuk më kanë kundërshtuar dot, po nëse Arditi ka ndonjë rast, le të ma thot, kur që nga 2012 një prokuror dhe një gjykatës i pavarur ka marrë një ministër apo ka marrë një ish president apo ish kryeministër apo një zëvendës kryeministër edhe i ka thënë hajde këtu, po. Ti je subjekti im. Nuk ka ndodhur. Dhe nuk do të ndodhte nëse nuk do të ishim ne. Dhe nëse sot ne jemi në ball të gjithë procesit të antarësimit të vendet Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, duke pas nisur nga vrima e fundit e kavallit dhe nga një pozicion ku nuk na hidhnin syt, po ju them, nuk na hidhnin syt fare, na shikonin me sy ulur vazhdo, edhe keni shumë punë për të bërë, kjo ka ndodhur si rezultat pikërisht i vizionit dhe i vullnetit ton. Përfshirë edhe këtë që po flas. Dhe këtë barazi para ligjit që sot ne po e synojmë,
ju e shikoni shumë qartë që sot që flasim përpara një fushate, forcat e tjera thonë në 11 maj na jepni votën, 12 maj ne do shkrim spakun. Do me thënë do ta kthejmë historinë nga e para. Dhe kjo sot garantohet për nesh, nesër edhe këtu brenda nesh, mbas një numri X vitesh, nuk e dim se si do zhvillohen dinamikat kur t'jeni ju të rit këtu që do ta keni në dorë këtë punë, dhe mund të kthehet mbrapa çdo gjë. Ajo që e bën të pakthyeshme këtë rrugë dhe që adreson edhe ato probleme që sot ne i shohim që janë problem në sjelljen e institucioneve të reja, është vetëm qenia brenda Bashkimit Evropian. Vetëm qenia pjesë e asaj familje. Dhe çdo shqiptar, çdo prind në radh parë që është sot në të vend duhet ta kuptojë që vota e 11 majit është e lidhur drejt për drejt me garantimin e një rruge që në përfundimin e vet mbyll përfundimisht filmin e lodrave me lirinë individuale të shqiptarëve. Skënderbeu kur vuri barikadën këtu, nuk e vuri për të çuar Shqipërinë në BE apo për të mbrojtur BE-n, se s'kishte BE atëherë. Por ama e vuri për lirinë dhe duke u bërë pararoj këtu e Europës. Rilindasit nuk e donin Shqipërinë europiane se do e fusin BE, se nuk ekzistonte BE-ja, por e donin Shqipërinë europiane sepse donin që shqiptarët të kishin zgjedhjen e tyre, të kishin lirinë e tyre. Dhe më pas, kjo ishte një histori e cila u devijua pikërisht sepse ne sishim atje. Sishim me ta. Edhe historikisht kemi rënë pre e lloj-lloj regjimeve, perandorive, historive që na kanë penguar pikërisht në këto gjëra, në përcaktimin e lirë të zgjedhjes sonë dhe në barazinë para ligjit. Me 11 majin ne futemi në fazën e fundit, uroj dhe shpresoj, dhe them uroj dhe shpresoj sepse na është hapur një derë. Na është hapur dera që antarësia në Bashkimin Evropian mos jetë një perspektivë, po të jetë një aktualitet. Nuk ka qenë. Deri dje, sigurisht që na thoshin juve do jeni një ditë atje, juve do jeni, e keni vendin këtu me ne, juve, por vazhdoni punën. Gjithmonë ka qenë. Nuk ka qenë sepse zgjerimi nuk ka qenë në rendin e ditës dhe këtyre që analistëve të rrjeteve sociale ju them që kur thoni po pse nuk e futët 12 vjet në BE Shqipërinë e do na e fuskeni në këto 4 vite, nuk dini çfarë flisni dhe ju falet se nuk jeni ju që duhet të dini deri në fund të punë, janë ata që ju përfaqësojnë që duhet ja u shpjegojnë. Sepse mirë dakord, ne nuk e futëm dot Shqipërinë në BE 12 vjet se kishim fajin ne. Po pse nuk u fut në BE askush tjetër? Po pse Mali i Zi që i ka hapur negociatat në 2012 nuk u fut në BE? Apo dhe Malin e Zi nuk e la narkoshteti? Po pse Serbia që ka hapur negociatat në 2014 nuk u fut në BE, apo se edhe atje ishte dora ime dhe dora jon që i pengoi? Po pse Maqedonia e Veriut që është bërë kandidate kur kishte një emër tjetër në 2005 nuk është sot në BE? Dhe si ka mundësi që ndërkohë që Malizi ka qenë 2012 që negocion, ne kemi që vjet që negociojmë, ne jemi sot barabar
dhe na thonë duam të fusim Shqipërinë dhe Malin e Zi në Bashkimin Evropian dhe duam ta bëjmë këtë tani dhe duam që Shqipëria të mbyllë negociatat në 2027. Si mundet që të japin ne ata një kornizë negociatash 3 vjeçare, kur negociatat Kroacia, që ka qenë një nga shembujt më të shkëlqyer, kanë marrë 7 vjet e 8 vjet, në mos më shumë. Sepse janë bashkuar yjet, është bashkuar ylli i fatit ton me yllin e fatit Europës në një moment në histori kur ata, përtej faktit që çka kemi bërë ne, që i kemi bërë shumë mirë detyrat tona në raport me ta, nuk diskutohet se po s'bërë detyrat ras të qasin, përtej kësaj ata duan të zgjerojnë BE-n dhe duan të marrin antar të rinj në BE dhe duan t'i marrin tani. Si mund ta humbim ne këtë shans? Si mund ta lëmë ne trenin e historisë që na ka ndaluar para syve, pa e marrë se kemi ca probleme me kanalizimet në Vlorë, ose se kemi ca probleme me kush jam unë e kush je ti në Sarandë, ose se nuk e di, të gjitha llojet e probleme që janë shumë reale, të vërteta, serioze, që dhe ato po nuk i zgjidhim ne, nuk i zgjidh njëri tjetër, por ama janë hiç asgjë në krahasim me këtë oportunitet që na është dhënë. Nga fati i përbashkët që është bërë një tani dhe të diskutosh tani këtu se për kë do votosh dhe pse? Sepse sot jemi ne këtu në kohën e dur, në vendin e dur. Ne mendojmë që jemi edhe forca e dur për të gjithë. Por një pjesë mendojnë që nuk jemi ne forca e dur. Ama në vendin e dur, në kohën e dur, gjendemi ne sot siç gjendej Partia Demokratike në 91-92-shin, që pavarësisht se në vetvete mund të kishte 1001 gjëra që nuk duhej marr seriozisht, ishte e vetmi adresë ku shqiptarët mund të hidhin votën për të bërë një ndarje të qartë gjeopolitike me të shkuarën. Sot është e njëjta gjë. Të votosh sot për Partinë Socialiste nuk do të thotë fare që ti jesh mbështetës i Partisë Socialiste. Domosdoshmërisht, apo që të jesh dakord me çdo gjë që ka bërë Partia Socialiste ose me qoftë me asgjë. Të votosh sot Partinë Socialiste do të thotë që këtë kohë të ngushtë që na është dhënë ta garantosh duke mos i lëkundur për asnjë minutë negociatat. Janë 1000 veta që punojnë me negociatat. 1000 që shkojnë në bërzyrat e shtetit, 40 skuadra sipas gjithë sektorëve, çdo ditë. Me 2 ministret tona, krye negociatoria dhe zëvendës krye negociatoria, çdo javë ulen përballë BE-s edhe japin llogari për çfarë është bërë. Jo çfarë është bërë vjet, po çfarë është bërë javën e kaluar. Çdo javë, sepse duhet të mbyllim negociatat deri në 2027. Tani imagjino të hidhet një vot dhe të dalë nga kutia diçka e zbet për Partinë Socialiste. Çfarë mesazhi japim ne si shqiptar Brukselit? Sepse ata e dinë që këtu fushata jon është me flamurin e Bashkimit Evropian. Është për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian, që do të thotë që ata janë të interesuar të shohin çfarë përgjigje ka populli shqiptar ndaj kësaj oferte. Duan të vinë në Bashkimin Evropian, e kanë seriozisht. Ndërkohë që të tjerët nuk e di se as nuk e kuptoj se çfarë kanë parasysh me atë madhështoren. Për te gjitha këtyre, ka dhe një interes shumë praktik, shumë të drejt për të votuar për këtë ofertë në 11 maj, që është interesi i çdo kujt individualisht, personalisht, për të futur
në komunitetin e popujve të BE-s duke marrë pasaportën e BE-s. Ka ca që vazhdojnë insistojnë, është çudi e madhe, ne kemi pasaportën, ne shkojmë ku duam. Ne shkojmë ku të duam, por nuk ndalojmë dot askund ku duam përveç se në Shqipëri. Ne kemi drejtën lëvizim, s'kemi drejtën për ndaluar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne mund të nisemi sot dhe të shkojmë në një vend të BE-s, por duhet të kthehemi këtu. Nëse na lind ideja të qëndrojmë atje për një arsye apo për një tjetër, ne duhet të kërkojmë azil, se ne nuk qëndrojmë dot atje. Këtë do të thotë. Do të thotë që sot megjithëse ne kemi drejtën e lëvizjes, në aeroport fillojnë pyetjet dhe mbarojnë pyetjet me pyetjen kur do ikësh. Domethënë nuk je i mirëpritur këtu të rish. Ti mund të hysh, mund të bësh një xhiro, po duhet ikësh. Dhe kjo do të thotë që të gjithë shqiptarët që janë, me që ne kemi dhe vot në diasporës, këtë herë që janë në Greqi për shembull, që kërkojnë dokumentat prej shumë vitesh, kërkojnë pensionet prej shumë vitesh, një pjesë kanë marrë dokumentat, ka një pjesë të madhe që nuk i kanë akoma dokumentat, me votën për ne, marrin pasaportën e BE-s edhe rrinë në Greqi si qytetarë të barabartë, pa ne pas nevojë për pasaportën greke, sepse të gjitha pasaportat e vendet BE-s i bën njësoj ajo pjesa tjetër që shkruhet aty, Bashkimi Evropian. Dhe me pasaportën e BE-s drejt për drejt kanë njohjen e pensioneve dhe drejt për drejt bëjnë transferimin e pensioneve nga këtu atje, s'ka nevojë më fare as për të negociuar me qeverinë greke, as për të marrë nga qeveria greke aprovimin që ne po e bëjmë, dhe qeveria greke është e hapur për ta diskutuar, por mund të marrë vite kjo punë. Ne me Italinë na mori gjithë atë kohë ratifikimi në parlament. Ndërkohë që me pasaportën e BE-s nuk ka më probleme të tilla. Me pasaportën e BE-s futesh në sistemin e sigurimeve shëndetësore të BE-s. Ke kartën e BE-s dhe me atë kartë që është karta e sistemit të sigurimeve shëndetësore të BE-s, ti shkon në çdo spital, ndalon në çdo ambulancë kur ke nevojë dhe trajtohesh si qytetar i atij vendi ku je, si spanjoll në Spanjë, si francez në Francë, dhe në fund merr po ato të drejtë, gëzon po ato të drejta rimbursimi etj, si ata që janë atje. Tani këto, ose prindrit që kanë sot fëmijët 14 vjet, po çfarë rëndësie ka, janë me kënetëna, me kë janë nga pikpamje politike. Fëmijët 14 vjeç, mas 4 vjeç bëhen 18. Dhe mund të dëshirojnë të shkojnë të studiojnë jashtë. Nëse ne arrim të mbyllim negociatat dhe arrim ta fusim Shqipërinë në BE, dhe në 2030 të jemi antar, pasi mbas negociatave të kemi marrë edhe miratimin në gjithë parlamentet, fëmia që është sot 14 vjeç shkon atje si student i BE-s, jo si student i huaj. Që do të thotë nuk ka tarifa ekstra, nuk ka kuota e të tjerë, po përkundrazi është njësoj si tjetë. Dhe të gjitha këto besoj që janë të mjaftueshme për çdo që të kuptoj që ky nuk është momenti për të diskutuar këta apo ata. Ky është momenti për të diskutuar këtu apo atje. Me BE-n komshi apo brenda BE. Kjo është vota. Nuk po zgjadhe më tutje, të tjerat diskutohet që në nivelin e fushatës, në nivelin e komunikimit, ju do t'i trajtoni të gjitha investimet, shërbimet, për disa ditë ne do të bëjmë edhe publikimin e objektivave të programit ton qeverisës, se ne kemi program qeverisës, nuk kemi program elektoral. Programe elektorale në kuptimin që jepet sot, kur na thuhet ne ju s'keni program, janë
për ata që s'kan gjendor. Bën një program elektoral edhe thua do t'i bëj pensionet 500 euro. I bën. Nuk diskutohet se s'ke as gjendor edhe nuk do të vijë radha të thonë pse si bëre se s'do kesh gjendor. Ndërkohë që ne kemi qeverinë, do kemi qeverinë dhe çfarë themi ne duhet ta bëjmë dhe do ta bëjmë. Nuk mund të kështu që shumë faleminderit. Edhe me që nisa me një trajtim ekskluziv të Vlorës ndryshe nga prezantimet e tjera, do dëshiroja që të bënim të mos ambyllim kështu, po të bënim një fotografi të përbashkët me vajzat dhe me gratë që janë këtu. Të më falë, Vaso, se unë me gratë dhe vajzat e kam. Burrat vinë gjithmonë brava, e di Damjani, dhe nuk është dakord me mua me këtë, se ky është nga Bregu edhe është kokfort, megjithëse edhe atje nga Bregu, gratë e mbanin turën e druve në Guris, nuk e mbanin burrat. Hajde pak ta mbyllim këtë. Hajde pak. Ky është ansambli më improbabël që mund të mendohej në Vlorë, se këtu janë dhe kokat forta shumë, nuk është problem vetëm i bindjeve. Ansambli më improbabël nga një shtyllë e Partisë Socialiste tek një dritare e Partisë Demokratike, nga një socialiste e çmendur tek një përfaqësuese e çmendur e shoqërisë civile, nga një vlonjate që kur flet kështu si mitraloz e ikur dhe e kthyer tek një vlonjate që s'ka ikur kurrë dhe s'ka ndërmend tiki, edhe deri tek qershia mbi tort, përfaqësuese e komunitetit rom, por kush e dëgjon edhe kush bisedon me të është vërtet krenar që jepet mundësia të flasë. Kështu që ky është ansambli politik në anën e gjinisë më të bukur. Gjinia më pak e bukur, hajdeni këtu tani, gjinia më pak e bukur, ka që nga mos i zër ekranin se je gjithaj, ka që nga Çami deri te Greku, që nga Bregasi deri te parketi këtu, që nga Gërgjët e Bregut deri te parketi i basketbollit, që nga një lab me kokën e madhe si që shikoni edhe me durimin heroik, është një nga lebrit se pakët që njoh që është i durueshëm vullneti, deri tek një tjetër lojtar i perspektivës që kemi këtu nga komuniteti Çam këtu në Vlorë, edhe te Piro që ti nga jem valla. Ky është i përzier, i ka të tëra, po në fund del te Vlora. Edhe unë pastaj që jam që mos qofsha, shumë faleminderit të tërve, edhe dëgjoni ju të gjithë vlonjatët këtu, jeni me PS-n, a jeni me këtë doni, në 11 maj juve duhet jeni me historinë e këtij vendi që kur vjen puna te historia nuk gabon kurrë. Në 11 maj futini një qepalla këtu, njëri tjetrit që të futemi në Bashkimin Evropian. Pastaj u futëm në Bashkimin Evropian, ndauni prap, ziuni prap, se këtë punë keni ju. Hajde. Prit, hajde këtu. Se kemi harrova këtë. Ky është një socialist si puna e Brunës, Den Babaden, po ky e ka kokën që po ju them unë juve, nëse vë shkëmbin atje, dhe ky i bie, shkëmbi thot, o, më dhëmbi.